Sheshi kryesor i Pejës po i ngjan një patinazhi. Këtu qytetarët ecin këmba këmbës për shkak të frikës se do të rrëzohen. Tek xhamia e Kuqes qytetarët nuk qenë as pak të kënaqur me ata që patën për detyrë pastrimin e rrugëve. Sa përket rrugëve, situata është e njëjtë për ditë. Siç peshin edhe vet, nuk do koment. Edhe rrugët kryesore i u nxjerrën të lashën gazësve të makinave. Për kryetarin e komunës së Pejës, Gazmend Muhaxhirin, qyteti nuk ka pasur probleme me pastrimin e rrugëve pas borës. Kompanitë që kanë qenë për pastrimin e borës, janë kon nivel detyrës i kanë kryesisht hapjen e rrugëve kryesore. Sot jemi të marrë me disa rrugë që era ka fryrë dhe i ka kthy prap borën në rrugë dhe jemi të i pastruar ato. Të kënaqur me punën e Muhaxhirit u pan ata që e vizituan Bogën. Këtu rrugët ishin pastruar më mirë se në qytet. Rruga shumë mirë, shumë mirë edhe për 2-3 herë në ditë, 4 herë në ditë. Bagjerja, nuk e di, një kamion ka leke puthë krype, se s'ka në rregull. Për dallim nga 2 ditët e fundit, të shtunën nuk pati të rreshurat të borës në këtë anë, ani pse temperaturat ishin më të ulta.